Banorët e fshatrave Dol, Pjetërshan, Kusar dhe Muglic po ankohen për ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike, shpesh pa paralajmërim. Kryetari i Këshillit Lokal Palush Nikolla thotë se për vite me radhë kanë kërkuar rregullim të rrjetit, por problemet vazhdojnë. Kohën e fundit kemi ndërprerje pa paralajmërime, ndërprerje me lajmërime, kur koha me lajmërime pranohet disi, ama kjo pa paralajmërim është e pa pranueshme, sepse ka ndërprerje gjatë ditës, ka ndërprerje edhe natës. Ne kemi mjetë sa një gjithë fshatra, domethënë me Dol, me Kusar, me Pjetërshan, me Raç, domethënë deri në pjesë të Muglic, çdo javë se telefonat për prishje. Tash kohën e fundit po i shkruaj edhe email. Në email po më lajmërohen më shpejta, ama ka prishje. Ne jemi vetëdijshëm se ka prishje, sepse kemi me kërkesa që 3-4 vite që merrem me kërkesat e banorëve që të bëhet një rregullim i rrymës, domethënë rrjetit të rrymës, por akoma asnjë gjë. Ai thekson se ndërprerjet ndikojnë rënd edhe tek nxënësit e klaseve të ulta, të cilët detyrohen të mësojnë në ambiente të ftohta. Shumë vështirë, sepse tash nxënësit që kemi çdomos këto klasë të ulta që janë shprit parashkollore edhe klasa parë, 2, 3 deri mësojmë deri në 5-ën, kanë shumë vështirësi gjatë mësimit sepse nuk ka rrymë. Kur s'ka rrymë, s'ka as ngrohje. Problemi është më njëherë, domethënë atëherë jo kemi probleme edhe me flamë, me gripe, sepse fëmija ftohen. Vinë këtu s'mund as me mësu, domethënë s'kemi kuadrat më të mirëfillta kur s'ka as ngrohje. Edhe kryetari i fshatit Dol, Dod Leshi, thotë se rryma ndërpritet pa orar, madje edhe disa herë në ditë. Të lashët më të mëdha të mua është mungesa rrymë se nalet pa orar. E nalin kur dojnë, e nshojnë kur dojnë. Nuk paralajmërojnë se ka mu nal, edhe nalin në 10 ditës, një ditës, pramë në kanal, domethënë 8 mramjes, sot vesh jemi hala pa rrymë, domethënë nuk ka rrymë, domethënë çdo shtëpi ka vështirësi, tash i kena edhe festat e Krishtlindjen e vitit të ri, domethënë as nuk kemi ngrohje. Mysa shtrejtu rryma, nuk është problem për shtrejti, problemi është që nuk ka rrymë, e nalin kur dojnë, mes me pagu, thot jenë shkyqje, nuk e di me çfarë drejte e bojnë këta. Nuk e di çfarë drejte. Na nuk na ka merr kur gjë tjetër. Ju kemi drejtuar të vesyrë çton, faleminderit për ju që po vini kanë herë na vizitoni për kërkesat tona, për shqetësimet tona. Banorët paralajmërojnë se nëse situata vazhdon, do të organizojnë protestë gjithëpërfshirëse nga Muglica dhe fshatrat përreth, duke kërkuar që KEC të marrë masa urgjente. Na shpejt, nëse vazhdon kështu, do ta organizojmë një protestë gjithë bashkisë lokale. Përfshi prej Muglicës deri në fshatin Marmall atje, se nuk mujmë me dëru më. Jemi lodh, protestës do, telefona për ditë, nuk kemi rrymë, na nuk dim tjetër derdale çka më bën. Tutje banorët patë një apel drejtuar KEC-it që të marrin masa dhe t'ju sigurohet të drejta atyre nga se të gjitha pagesat janë duke i kryer me rregull dhe se në të kundërtën janë të detyruar të vazhdojnë me protestë.